Shikues të nderuar, përshëndetje, u flas drejt për drejt nga studio numër e televizionit, studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe biseda në studio. Në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim për një konflikt të lidhëmin mes Ministrisë së Bujqësisë Avukut dhe qëmshturës Vita për shkak se javën që lam pas, inspektorët e AUV-s kanë shkuar në qëmshturën Vita dhe kanë marrë disa monstra me pas udhëheqja e kësaj fabrike ka vendosur që ta mbyll përkohësisht prodhimin dhe për këtë arsye për të diskutuar më shumë sa i përket këtij konflikti dhe kësaj situate të krijuar në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me Artan Spahiun që është drejtor në kompaninë Vita. Do të kemi edhe shumë informacione tjera përpara se gjithashtu titullit kryesor. Njeri nga Kosova u vrau në Suedi gjatë përplasjes mes dy bandave ishte kalimtar rasti. Aurora Pelaj dënohet me 2 vjet e 3 muaj burgim për sulm ndaj 70 vjeçares në shtëpinë të moshuarve në Pej. Sekuestruan asete me vlerë rreth 1 milion euro, dalin pamjet, prokuroria jep detaje në konferencë për shtyp. Protestojnë fermerët e Qumshit, zbarkojnë me pajisjet e punës në Ministrinë e Bujqësisë dhe erdhin Qumshin para saj. Emisionin frontal për sot nisim me një vendim të gjykatës themelore në Pej, vendim ky i cili e çon Aurora Pelajn në 2 vjet e 3 muaj në burg për sulmin që ja kishte bërë një 70 vjeçare në shtëpinë e të moshuarve në këtë qytet. Kanë kaluar pothuajse 4 vite nga ky rast. 3 infermiere kishin sulmuar fizikisht Minire Bytyqi Nurën në shtëpinë e të moshuarve Orenda, në atë kohë 70 vjeçare e tashmë e ndjerë. Këtë hënë do të shpallej vendimi për të akuzuarat Aurora Pelaj, Ajtina Rexhepi dhe Remzie Kuqe. Protagonistja e aktit mori dënim. E kam dëgjuar Aurora Pelaj shpallet fajtore për shkak se me datën 29 deti 2024 orës 17 në Pej në rrugën Maria Shpaku në shtëpinë e kujdesit për të moshuar Orenda SHPK me dashje përdor forcë ndaj personit tjetër. Ndërsa 2 të dënuara tjera nuk u gjatën fajtore. Ndjerohet nga akuza për të cilën është akuzuar sipas akuzës së prokurorisë themelore në Pej për veprën penale në bashkëkryer me të pandehurën Aurora Pelaj. Por mbrojtja e familjes së viktimës nuk u shpreh të kënaqur me vendimin e gjykatës. Pjesërisht konsideroj se jemi të kënaqur për shkak të dënimit të shqiptuar me burgim për pandehurën kryesore. Megjithatë, sa i përket pandehurës së dytë, nuk jemi të kënaqur dhe në afatën ligjor, kur do që ta pranojmë aktgjykimin në formë të shkruar, do të parashtrojmë edhe ankimimin ton. Avokati Meshari Sedimaj nuk tregoi nëse do të ndërmarrin hapa të mëtejmë. Na do t'i presim dhënat faktike që vijnë nga aktgjykimi në formë shkruar, sepse sot është bërë shpallja solemne. Tashtin kohën në afatin ligjor 30 deri 60 ditë maksimumi, do ta presim aktgjykimin me shkrim, do të shohim se çka. Me vendim të gjykatës, tashmë e dënuara Aurora Pelaj nuk ka të drejtë as ta ushtrojë profesionin e infermierës në kozgjatje prej 5 vjetësh, duke llogaritur nga dita kur aktgjykimi merr formë të prerë. Një i ri nga Kosova ka humbur jetën në Suedi, ai dyshohet se u qellua aksidentalisht gjatë një konflikti mes 2 bandave rivale. Viktima ishte kalimtar rasti. Lajmin e ka bërë të ditur familja e viktimës përmes një njoftimi publik, ku thuhet se i riu Genti nuk kishte lidhje me ngjarjen, por ishte kalimtar i rastit në momentin kur ndodhen të shtënat. Mbrëm Genti na la tragjikisht nga plumbat e konflikteve të bandave të shumta në Suedi, ku Genti duke ecur në lagje u vrau aksidentalisht nga qërimi i sapeve të bandave rivale, thuhet në reagimin e familjes. Ndërkohë flasim për një sukses të prokurorisë speciale. Këtu në Kosovë janë sekuestruar asete me vlerë rreth 1 milion euro. Prokuroria ka mbajtur një konferencë për shtyp dhe ka dhënë edhe më shumë detaje. Rjeti pastrimit të parave u zbulua. E si pasojë e tij u bë edhe sekuestrimi një shume prej milion eurove që dyshohet se u përfituan në kundërlegjshëm. Autoritetet italiane, franceze, Europoli, Eurojusti, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë Speciale dhe Policinë e Kosovës, realizuan një operacion të madh në kryeqytet.
30 qershori nuk shënoi një datë shumë të dashur për ata të cilëve ju zbulua skema. E për operacionet të tilla, KTH-n u mbajt edhe konferencë nga Prokuroria Speciale. Krye prokurori e prokurorët e secilit departament të këtij institucioni morën pjesë në të. Kuadër të këtij rasti janë arrestuar 2 persona në shtator të vitit 2025 në ndyshimin për kryen e veprave penale, pjesëmarrja për organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe shpërlarja e parave. Përveç saj, ai ndohu edhe shumë operacione të tjera që janë ndërmarrë, duke vënë në theks atë të një korrikut. Po ashtu, një operacion tjetër i rëndësishëm, i zhvilluar me një korrekt këtij viti, janë arrestuar 9 persona të cilët dyshohen për vepra penale, shpërlarje parave, kontrabandim i mallër në bashkëkryer, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin dhe shmangja nga tatimi. E ai përmendi edhe disa nga sukseset e arritura. Në raport me këtë, Prokuroria Speciale ka qenë e suksesshme në 4 raste të fundit të spionazhit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, tashmë i ka shpallur fajtor 4 persona për vepra të spionazhit, ndërsa disa raste tjera i kemi në proces. Gjykata, siç jeni ndjeni, shpalli aktgjykimin fajsues edhe për rastin Banjska. Sipas policisë, procedurat rezultuan në identifikimin, gjurmimin dhe sekuestrimin e aseteve brenda territorit të Republikës së Kosovës. Europol dhe Eurojust ofruan mbështetje gjatë gjithë hetimit, duke lehtësuar bashkëpunimin gjyqësor e operacional ndërkufitar mes autoriteteve italiane, franceze dhe kosovare. Flasim tash për kosovarët të cilët po zgjedhin territorin e Serbisë përmes së cilës po vinë nga perëndimi për të kaluar pushimet verore këtu në Kosovë, mirë po në disa raste ata edhe po arrestohen. Rasti i fundit ishte para 2 ditësh, ndërkohë shqetësimin e kanë ngrej edhe të tjerë për shkak të mundësisë arrestimeve të tjera dhe për këtë arsye po kërkohet ndërhyrje ndërkombëtare për të parandaluar këto veprime të autoriteteve serbe. Një orem për pavarësinë e shtetësisë së Kosovës u gjet në telefon. Kjo i kushtoi Avdi Memçajt me arrestim kur po kalonte në Përmerdar, në pikën kufitare me Serbinë. Më një korrek, edhe Osman Selmani u arrestua në Mutivod në arsyetimin se kishte vrarë një qeft serb në 1999. Mënyra e vetme për të shmangur këto situata të përsëritura dhe problematike është shmangja totale e kalimit në Serbi. Avdia është arrestu për shkak se sipas autoriteteve serbe e kanë nxit përçarjen dhe urrejtjen përmes rrjeteve sociale. Pra duhet me pas shumë kujdes në rrjetet sociale, po tash në këtë luksin e bashkëdhëtarëve tanë që provijnë prej jashtit, e kom pa që policia serbe shumë prej tyre po i ndal, pa u merr telefonin. Koci ngre shqetësime se veprimet e policisë serbe janë të paligjshme. Për shkak pa ta rasti njëri ta unë thaja hapa telefonin, tha, edhe pse e di që kom drejt mos më ja hap, se telefoni hapet vetëm me vend. Këto situata nuk janë të panjohura për kosovarët. Eksperti i sigurisë Bedri Edezi tregon edhe raste më absurde për të cilat pati ndalime. Dhe ka raste ku ato ja kanë kalkulu arin në vlera që është e kalu, domethënë 10.000 euro, ku kërkohet me u deklaruar dogon dhe kështu i kanë kërcënuar apo i kanë kanosur me arsye se do t'i mbajnë. Edezi thotë se duhet edhe intervenim nga ndërkombëtarët. Besoj që në këtë rast Bashkimi Evropian dhe strukturat tjera ndërkombëtare në kuadër të angazhimeve të tyre për krijimin e kushteve në lirik lëvizjes mund ndërmarrin veprime minimalisht, mund të konstatohet kolektivisht fakti që Serbia mbetet një zonë rrezikshme. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga zyra ndërdhëse e Kosovës në Beograd nëse po marrin veprime, por të njëjtët nuk kanë kthyer përgjigje. Flasim tash për një ngjarje të rëndë që kishte ndodhur para disa vitesh në Glogjan të Dyqanit, kurse sot ka vazhduar procesi gjyqësor për këtë rast. Avokati i familjes së Ganit Gjokajt, njëri prej të vrarëve në Glogjan me 2021, Arjanit Kuci, ka kërkuar burgim të përjetshëm për 3 të akuzuarit, Halil Kastriot e Kreshnik Mehmetaj. Ai ka thënë se Gjokaj nuk ishte viktime rastishme, por ishte shënjestër. Kërkojmë që nga të akuzuarit të shpallet dënimi më i rënd, burgimi i përjetshëm, është shprehur Kuci. Ai ka thënë se ky dënim do të jepte kuptim drejtësisë. Dënim maksimal ka kërkuar edhe bashkëshortja e Gjokajt. Përveç Gjokajt, që ka qenë shoferi autobusit ku ka ndodhur rasti, u patën vrarë edhe 2 të miturët, LH 17 vjeçare dhe GM 17 vjeçare.
Në seancën e sënës, nxënësit që kanë qenë autobus në kun kur kanë ndodhur rasti kanë kërkuar drejtësi për shokët e tyre. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për një protestë të qumshtarëve që është mbajtur sot në Prishtinë, ku qumshtarët kanë zbarkuar me pajisjet e tyre përpara Ministrisë së Bujqësisë dhe e kanë derdhur qumshtin para saj. Zhurmat e larta të porive bën të ditur që fermerët kanë arritur. Traktorët e fermerëve një pas një lëviznin përderisa fundi nuk ju shihej. Në objektin e Ministrisë së Bujqësisë vendosën mjetet e tyre të punës e zhurma nuk ndalej. Para objektet nisën edhe aksionet. Ndonë se përballë padën kordonin policor, ata ja arritën ta derdhin qumshtin në shenjë revolte para objektit. Qumshtin provuan ta derdhin edhe brenda ministrisë. E zyrtarët policor detyruan të arrestonin disa nga ta, mirë po një gjë e tillë nuk u arrit. Arsyen e gjithë kësaj revolte e bëri të ditur përfaqësuesi i shoqatës së qumshtarëve. Ne jemi prodhues këtij vendi dhe prodhojmë qumsht për këtë vend, për këtë popullat. Tash një vit trokasin në përdyrët e shtetit, duke njoftuar ministrit përkatëse lidhur me gjendjen e krijuar në këtë sektor dhe duke kërkuar të mirën masa që garantojnë investime dhe siguri të produkteve tona. Ndërkaq, përfaqësuesi i kompanisë Vita tha se veprimin ndaj kompanisë rëndon prodhuesit e qumshtit. Si ka bujq e sjellin qumshtin tani. Vini 100 mililitra në ditë. Disa ushtar të Facebookut që janë dalë në Facebook edhe po folin domethënë pe baltosin këtë fermer, këtë punëtor, edhe gjithë ata punëtor të cilët e prodhojnë qumshtin edhe e përpulojnë qumshtin, ju bëj thirrje sa më parë ministrit bujqësisë, AUV-it, të dalin me rezultate ato të cilat i kanë qenë. Këto dëme i konfirmoi njëri nga fermerët e qumshtit. Pas pojnë e kanë shpaktuar shqetësime, e kanë ndjesë në materiale E me shifra, humbjet i bëri të ditura kryetari i shoqatës së fermerëve kosovar të qumshtit. Humbin e kemi 700 litra dhe 1 litra sasim ditore kemi në mullim. Tash nuk e me 400 ditë dikun kemi humbin. Në përfundim të protestës, fermerët e qumshtit u ftuan në takim nga Ministri i Bujqësisë Armend Muja, të cilës i u përgjigjën pozitivisht. Takimi në mes fermerëve dhe Ministrit e Bujqësisë sapo ka përfunduar, ende nuk ka një deklaratë zyrtare së publike, por gjatë kësaj magazini informative ne do të njoftojmë se çka ka rezultuar nga ky takim, i cili ka përfunduar para pak çastesh. Ndërkohë me mua në studio për të diskutuar pikërisht për këtë problem që kanë fermerët në Ministrinë e Bujqësisë, me mua është Artan Spahia, drejtor në kompaninë Vita. Zoti Spahia, mirë se erdhe. Mirë që gjeta, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Do të flasim për le të themi një fat konfliktin mes Ministrisë së Bujqësisë, AVUK-ut dhe kompanisë juve. Ç'a ndodhi realisht? Po. Kjo është jo e mirë as për neve, por as për Kosovën, se ne jemi një motor, të thamë ashtu, të përpunimit të qumshtit. Dhe me datën 2 të shtatit me një vendim të shpejt, mendoj të ngutshëm, të ndikuar nga ndo persona, me thonë lirisht nga 2 persona, kanë ardhur na inspektojnë. Ne jena të hapur për inspektime, nuk jemi kundër inspektimit. Se po ka në për portale, thyrje, sharje, ne jemi të hapur 24 orë, në me thonë, nuk i kemi kundër, nuk ikim për jaskavit. Qatë sa jemi hapur, kur e ka marrë informatën, kam thonë po inspektorat hapini dhe nuk kemi marrë letër njoftimin as po shkëgjohën. Nuk i kemi ditë as sa është numri inspektorave, po i kam thonë po mirë se vini. I kam tirë në zyrën time, ku i kemi 10 vende, kur pastaj më thanë njota se jonë më shumë se 17 apo 18. Dhe i pyeta, për shka keni ardhë, më thanë është vendim i ministrit, është okej, në rregull, a mundeni me bo prezentimin kush jeni, se me të vërtet nuk i nisha. Do i nisha, po do tjerë jo. Dhe njëri isha aty konkurencë i Jani, i cili me njerë kam largu, domethënë, nga vendi, se nuk është e autorizum, nuk është as inspektor. Qysh a erdhë bashkë me këtë... Bashkë ka ardhë, po. Komisionin? Ata e thëshin që është komision, punus në komision.
po ajo është konkurrencë janë, do të thonë nuk ka të bëj. Më është e pronor e një kompanie tjetër, Bylmeti, diçka të ngjashme? Jo, po është kompani që përpunon edhe ai qumsht, po nuk më thonë emrin tash për publikun. Po do me thonë është që ka në Prizren. E çfarë cilësie erdhi ai? Nuk e di, vetëm kur e pa dhe pastaj ai iku nga ty, kërkova nga ata të prezantohen për çka dhe secili, mos gabaj ka qenë këshilltari i ministrit, ma japi vendimin edhe tha që ky është vendimi, urdhëra. Okej, thash. Çka është vendimi? Vendimi ka qenë jashtëzakonshëm për kontrollimin e fabrikës. Që ne nuk kemi kundër asaj fabrike, do të kërkova thash, okej, prit se... Okej, me kontrollu, po, cilat janë dyshimet për çka erdhi kjo kontroll urgjent? Unë mendoj që dyshimi ka qenë se unë ka që, me thonë, një vit që jem në për dyrë të ministrisë. Pa ndodhë kjo, se kjo shumë e rëndë me pa në Kosovë, sot Kosovë në pas luftës, që këna punu me mund, me ndirës, mi pa ata fermerë të hudhë qumëti në shumë e rëndë. Edhe për neve si kompani, për e për Kosovë, kjo do të me thonë shumë e rëndë. Ata kanë ardhur me pretendimin se nuk ka besu ministri apo dikush tjetër që ne si kompani kemi 2 milion litra stok të paketuar. E vetëm se unë kam qenë grup punues edhe me ministrin para zgjedhjeve. Do të thonë kam mbi 5-6 takime që kam qenë me ministrin. E din ministri shumë mirë se kam përkrah çdo hap. Edhe para zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve. Po pse ndodhi kjo nuk e di, për mua ish shok të drejtën se ish as pa paralajmërim diçka dhe... A duhet se mu paralajmëru, domethënë do të marrë një gjetë gafil? Ne kemi kontrollat. Domethënë çdo 2 muaj, 3 muaj. Kontrolla nga? Nga UVUK. Po. Ato dhe janë rezultatet të cilat vini, marrin mostra vetë pa na pyet neve fare. A kanë gjetë diçka gjatë këtyre kontrollave? Jo, asnjëherë deri me tash jo. Domethënë ata vinë vetë, futen në magazin, i marrin, e bëjnë proces verbalin dhe kalojnë. Nuk e kemi ndaluar asnjëherë. A kanë pru vrejtje për shkak më thonë shikoj se pas tyre kontrollave, analizat që keni bën, kjo është gjetja ose diçka të ngjashme? Asnjëherë deri me sot. Kto jam mundëm secili prej gazetave me shku me verifikuar në AVUK. Jo, se po besoj që ato është dashme po publike sepse ne e konsumojmë pas ato produkte. Mirë, po ministri Armend Muja ka thënë se siguria është qemore, kërkon zbatim të barabartë të ligjit për gjithë qytetarët tonë duhet të dinë se çka hon e çka pinë për të cilat ata edhe paguajnë. Qëllimi vetëm, po sfera është, qëllimi vetëm i këtyre kontrollave është mbrojtja e interesit publik. Ato shërbejnë për të garantuar sigurinë e ushqimit, për të mbrojtur konsumatorët, për të siguruar kushte të drejta për prodhuesit dhe për punuesit që respektojnë ligjin. Derisa kompania jani posedon certifikatën AFS halal dhe kemi marrëveshje me KFOR-in, besoj që jemi rreptësisht të kontrolluar. KFOR-i vjen çdo 3 muaj, 6 muaj ka pa paralajmërim me kontrollat në fabrikë. Edhe KFOR-i kontrollon. Se më pas i merr produktet e ju. Po, për më të licencuar me pas shitje të produktit, të brendit vita, duhet me qenë i licencuar. Ne jemi të licencuar. Ne kemi edhe licencën për shtetin e Amerikës. Njëkohësisht edhe AFS-i vitin e parë nuk të kontrollon, domethënë vitin e 2, 3 i ki kontrollat një pas njëshme që as vetë na nuk e dim. Domethënë ata kontrollojnë më shumë se sa shteti që na kontrollon neve. Po mirë që kontrollojnë. Jo vetëm të produkti, ata futen edhe të cilësisë, të higjiena, mirëmbajtja, makineritë, komplet AFS-i e kontrollon. Shumë mirë që kontrollon, sepse flasim për siguri, për cilësi, për ato çka na hojmë. Po derisa na japim fëmijës tonë, besoj që më konë diçka keq nuk ja kisha jap asun fëmijës tonë. Edhe kur s'kam qenë pjesë e këtuit, ja kam jap vajzës time. Kështu që është prodhim vendor, e di që është 100%. Pse u dasht me ndodh ky kontroll? Pse u dasht me bos çka që madhe? Ju thatë që vinë në intervalet ndryshme ku vinë edhe AVUK-u, vinë edhe... Pse u bën çka që madhe që thash? Kjo është më së miri ta merrni një pyetje të ministrit. Sa ai ka marrë këtë vendim. Mendoj që ka marrë vendimin, a e din. Unë s'ka marrë atë vendim. A e dini pse ose për çka pretendoni që ka marrë këtë vendim? Po, unë mendoj që më shumë është politike, ka menduar me politike, ka menduar që na gjen keq, po unë besoj që ne jemi 100% pastër. Çka morën atë ditë, çka gjetën, çka... A ditë morën mostrat, 2 mostra dhe i morën komplet për i linjë, se na i thamë ku doni merrni, nuk është problem, më thonë linjën, paketem apo kë, i verifikun stokun, se kanë pretendimi më i madh, mendoj që ata kanë menduar që ne në farë mënyrë ato gëny që i kemi 2 milion litra stok që është të paketuar. Po flasim vetëm të paketuar, ku është pjesa e buterit, ku është ajka, ku janë djathna të kosë, dhe më thonë ka dhe shumë produkte tjera, nuk është vetëm 2 milion. Ku janë edhe magazina tjera që i kemi, dhe më thonë. Ne e kemi bërë vetëm për një arsye se
mos ta lëjmë fermerin këtë gjendje. Se këtë gjendje ka mujtë me jetë në janar, jo tash. Ne e kemi shty deri tash. Unë kam shku s'di sa herë te Mimozja, ministrja. Po. Një herë në taku bashk, herën e dytë jam taku te ministri, edhe mo ka shokatja e punë. Ajo mundet me ndalë. Le t'i bëjmë publike sa importohen qumsht për vendeve tjera. Le ta bëjmë një krahasim, unë i tham sot publikisht, doganës Kosovës. Bëni krahasimin vjet 6 muaj, këtë vit 6 muaj. Delni para popullit dhe tregoni. Sa është i qumsht prej shteteve të regionit, sa prej Maqedonisë, prej Bosnës. Shumë e thjeshtë është. I ki mos gaboj vetëm prej Maqedonisë i ka dika rreth 5-600 litra më shumë se viti i kaluar. Që hinë Kosovë. Po, me krahasim periudhën e njëjtë. I kam thonë, i kanë edhe faktet, edhe dëshmit. Le ta shikojnë edhe çmimin e saj. Subvencionimin e përpunuesve. Na s'kem subvencionim përpunues. Jo na, asnjë përpunues i qumshtit në Kosovë nuk ka. Kjo është e keqe. E pa këta, pa fermer, edhe pa përpunues, besomni që Kosova ka me pësu shumë. Se në bazë të asoj që ka dëgjuar dhe që ka po dëgjoj këtu, po konsideroni që kjo bëhet qëllimshme. Ku mund të jetë qëllimi i qeverisë, sepse e dëgjova sot një deklaratë që ka dhënë më herët edhe kemi dëgjuar vazhdimisht, pra ta sa thon qeverisë apo thon ministrit se tu qeveria nuk është qeveria, unë mendoj që qeveria nuk është, domethënë më shumë ministri është personal se aty shkruan. Se çka ka të bëjë ministri? Po ministri, po nuk e di, është domethënë për atë thon ministri duhet me dalë për çfarë arsye ka ardhur këtë vendim të shpejtë. Ministri e ka treguar në komunikat për shtyp. Ka treguar thotë cilësia e arsimit na duhet me qenë sigurt nga për ato që e hajmë. Edhe ne kemi kërkuar me kohë tana rezultatet tana të cilat janë marrë, edhe për fat mirë sot kanë dalë rezultatet, po jo ato 2 mostra të cilat i kanë marrë. Kanë dalë rezultatet edhe mos gaboj rezultatet janë të 17, 18 ose prillit edhe majit. Ato që janë marrë më herët. Po. Çfarë janë këto rezultate? Këto janë rezultatet e mostrave të cilat janë marrë, mos gaboj që ku janë rezultatet. Qumshti vita 3-2, nëse muj të tregoj edhe aty e ke edhe në cilën pikë po marrë. Mund të nëse kime prek diçka kështu me në sqarum. Po, është mirë kjo, se qore, këtu është qumshti vita, do me thonë, 3-2, është data e kryerjes të testimit. 19/05/2026. Po, edhe sot jena me datën 6, mos gaboj. Po. E ç'është ky rezultat, ç'a tregon? Kthej edhe herë ç'a lutem se aty ç'a tregon ky rezultat? Që kur thot këtu, përcaktimja ka pas qumsh pluhur pretendimet, do me thonë. Përcaktimi pranisë së qumshtit. Nuk është detektuar, do me thonë që është i pastërt. Po flet për ato mostra që kanë marrë më herët. Po, për mostrën, po, është me 95, edhe këtu mos gaboj shkon edhe diku në cilën pikë, se këto zakonisht merren edhe me pika, po që në fakt. Po, jo, regjia po na ngut, po më duket pak më shumë se sa që duhet. Se t'jem edhe për opinionin. Po kuptoj, jo, po dëgjom se kjo është bë buj, pa pas nevojë kur është realiteti, vetëm ka mujt me dalë. Dëgjom, kjo është marrë në Interex 31 SHPK Proex. Po kanë shkuar në Interex e kanë marrë çato edhe kanë testuar. Po, edhe këtu ka dalë, edhe këtu del që nuk është qumsh pluhur. Më thonë është 100% qumsh Kosovës që i kam deklaruar. Po kuptoj. Kemi edhe tjetër mos gaboj. Se janë marrë 4 mostra mos gabosha. Nëse ka mundësi regjia. Këto janë numrat kur janë marrë, datat kur është marrë, dhe me thonë me 29/4/2026. 2026. Edhe sot i publikojnë pas 2 muaj. Pse? Nëse ka transparencë, le të bëjmë transparencë. Nëse jemi keq, okay, jena keq në rregull, pas një problem. E pse nuk i publikojmë, pse vonuan këtu? Po nuk e di. Do të kredo të më bëj. Ai çdo është më publikuar. Po mendoj që po, momentin që merret duhet. Po, ndoshta aty në mjafton, jo mjafton thjesht që është gjithçka okay edhe nuk ka nevojë me publiku. Po derisa ta merr një vendim. Po. Për një kontroll. Me 18 persona. Ne nuk jemi kundër, thash, le të vinë. Po jo persona të politikës. Kush ke i politikës? Po ka qenë këshilltarja. A nuk duhet me kon këshilltarja? Po nuk e di sipas ligjit a duhet me qenë ajo. Se besoj që na çashemi kem qenë transparent. Se përveç vendim dhe një kërkesë e ministrit, po besoj që edhe një këshilltare nuk i ban dam gjithë këtij. Po në rregull, mirë se ka ardhur. Edhe është fut edhe mbranda në prodhim. Domethënë unë futeni se s'ka kur gjë të mbyllëm aty. Po kuptoj. Lirisht kur të do mund të vjen. Qysh ke, domethënë si le këshilltarës kuptimin ishte profesionale, ishte pa. Sidomos me mua ka pas pak më edhe unë kam qenë atë pjesën e mos gaboj, po mendoj që do të flasim fakte dhe argumentet. Pse çka, pa të komunikim diçka me ta me këshilltarin e ministrit? Jo, personalisht, jo, unë vetëm lypa pse, çka dhe arsyet.
Ulina, mund të vazhdojmë, sigurisht shfaqen dokumente tjera të cilat ju na i keni sill pak para emisionit, tha që sa po dolen, me të kallëzu drejt mendova që dolen rezultatet e këtij hulumtimi. Jo. Pra, kjo është vendimi për ato që u fol më shumë, po i përcjell rezultatet e kërkuara nga ju gjatë inspektimit të jashtëzakonshëm datës 02/07/2026 të mostrave të mostruara paraprakisht diku në javën e fundit të muajit prill nga Inspektorati Veterinar dhe të testuar në muajin maj në laboratorin veterinar dhe të ushqimit të Kosovës për përzitje eventuale të vojt të palmës dhe qumshtit pluhur në produktet të qumshtit vita, holla, melk dhe djathi bardh. Në bazë të rezultateve të lëshuara nga LUV për produktet të testuara, nuk janë konstatuar jo përputhshmëri me kërkesat e vendimit të Ministrisë së Bujqësisë i datës 12/05/2026. Pra këtu janë ma herë që janë morë, po... Dhe s'ka dalë, asë që ka vaj palme, asë që ka qumsh plurë. Nështë ta mund dolin tash, të këto mustrat që i kanë marë? Ju bëj apel që dalin sa ma shpejt. Se ne jemi të bindëm që nuk ka. 100% njën të pastër të ato. Por në komunikatën që i kanë shu AVUK-u se e kanë ruanin përpare të që në AVUK, tash AUV, për në lodhë dhe neve, thët është evidentuar se operatori ushtërën veprimtari të përpunimit të qumshtit në bazë të autorizimit për kacës, ndërsa objektet janë instaluar dhe linja për prodhimin e produkteve me origjinë shtazore dhe me bazë qumshtit, duke përdorur qumshtin pluhur, vaj palme dhe lëndë të tjera ndimse. Thot që nuk kemi pas. Unë isha sot me mëngjes, shkova për më apliku, se kemi shko dhe ma herët, dhe me thonë nuk ka asë një formë formulari për aplikim. Do të thotë, unë vetëm e mora këta, që sot e dërzova vetë. Kjo është një kërkes për aplikim për autorizim të posaçëm. Që i bjen? Që s'kan ala formular, jemi të pritë. Dhe me thonë, nuk është që kam shku sot, kam shku dhe ma herët, po sot për hirë publikut e bonë edhe këto transparente me pa. Po nuk ka, dhe me thonë asë gjanja nuk ka konkrete. Kemi parë që, se më thonë, jeni nervozu, le të themi me këtë aksiona, mi thonë aksiona, që është mi thonë? Inspektim, po. Nuk jemi nervozu, vetëm për kërkojmë drejtën tonë. Po që ndalë të dhe prodhim, pëse ndalë prodhimin? Po deri sa dalin rezultate, si kjo është, në me thonë, kjo është marketing, kjo është dom i kompanisë. Dom. Deri sa të përmendet dikush diqka, të pa vërteta, dhe faktet, dhe analizat që i qesin vetë, thuhet diqka tjetër, në me thonë, kjo është dom i kompanisë, është prishje i imazhit kompanisë. Por u dëmtuan më pas edhe fermerët e cilët e pomë që e derdhen qumshtin quftë në atje në dëqan që e pomë atë fermerin, po ashtu sot në Prishtinë. Qa keni më bo me fermerë, qa keni më bo me punëtur të kompanisë? Ne i bëjmë apel sa ma shpejt që të dalim, të mundëm në brenda sot që që kanë që këto rezultate publike, mundëm i bëda të rezultate tjera. Sa vanurën kështu, a ka farë? Jo, në sot me nxez isha, kërkova dhe takim direkt me drejtorin, nuk isha, tu ishtë sigur të në zonë më dhaj me punë. Po ashtu edhe kemë dërgu dhe email zyrtar, që në këtojnë sa ma shpej publikime dhe të fillojnë punën normal, se s'kemi koha... Ku vonë të analiza, bonë këtu në Kosovë, apo shkojnë dikun tjetër? Mune besoj që në Kosovë. I bojnë Kosovë. Dhe nuk mërtë një përgjigje se kur mund të... Jo, ende, jo. Unë isha dhe ka ora 3 mos gaba isha atje, për takim, po nuk isha aty. Me nxez ishim për aplikim, dërguam edhe emailin, tash po presim një përgjigje. Qa ndodhë me fermerë, qa ndodhë me punëtorët e kompanisë? Për momentin, ne jemi të pritim vetë rezultatet, në momentin që hapët e kam tonë edhe dytë. Prodhimin. Kjo inspektim, a u bo veç të vita, a u bo dhe në për fabrika tjera? Unë sa me këtë mënyrë, dhe me thonë me këtë mënyrë, u bo vetëm të vita. Se po i theni në këtë mënyrë, a u ka një mënyrë veçanë që shu bo? Po, unë mendoj që kur të futëm randa një 17-18 vetë, se është edhe vetëm e pa me 7-8 vetëm. E kim në një video nga këtë dërgu të tash duhet me konë transparent. Po, atem se kanë qenë transparent, se të shtundën deklaratën që ka jep avu, thot që kanë qenë vetëm 5 inspektar. Dhe po kam qenë me ditë popli dhe opinioni se kanë qenë 5 inspektar. E kemi vedjen, besoj regjia e ka të gatshme vedjen për ta transmetuar një video që na ka dërguar ti, se duhet me konë transparent edhe një me publikun. Jo, unë kam dërguar dhe kam dokumentet na kanë sjell, na keni sjell për shkak dhe ju falenderoj edhe. Të gjitha që kam sjell, dokumentat janë që mundi me verifiku. Nuk është dokumenta që kemi bëna vetë. Jo, se nuk besoj që... To janë dokumenta që sot, nesër, kur të doni mund të keni edhe në... I shumë pamjet këtu në ekran, besoj, shfaqen në ekran për t'i parë pamjet nga inspektimi që është bërë javën që shkoi.
Që ky është konkurenca i fundit me këshilltarën e ministrës. Këshilltarja është kjo me... Kjo me portakall, me pembe apo. Këtu kanë qenë 5, nuk besoj që janë 5. Jo, këtu ku kanë ja 15, po. Mos gaboj, kam një 17 ose 18. E kthejmë edhe për çdo eventualitet, kthejmë edhe një herë vetën, se po më bën përshtypje në numri shumë i madh inspektorë, po ndoshta edhe që kompania është shumë e madhe, do më fabrikë. Nuk ka ndodhur asnjëherë, nuk e di unë. Unë që 20 e kusur vjet jam merrem me biznes veç kështu me s'ka ndodhur. Shikoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se s'po se po ndërprejt ka një herë video, nuk e di a patëm drejt me i publiku qëtu video a ju, po nëse do që tjetë po i publikujmë. Për me po... Jo, është mirë për Kureshti, se ai kur thot kanë qenë 5 dhe kanë arë 17, është mirë me ditë. Nuk e di a tha kanë qenë 5... 5 inspektor. Qëtu nuk janë 5 inspektor. Këtu janë okej, këta 2 janë vetëm që largohet, në më thonë vazhdojnë, tjerët janë aty që mbesin, ka pas grup punus, po dikur edhe 7-8 vetë ose 10 veta ka marrë pjesë vetëm në inspektim të mbrenda fabrikës. Verifikim stoqeve. Tash dikush, kur e shek kështu, ndoshta thot sa serioz janë në punë këta, që kanë shku shumë, se me kry punën që duhet, jeve shkele shko 2-3 vetë në një kompani të modhe. Janë mirëstarë dhe kur të dojnë. Nuk janë dalim derën. Kur të dojnë, le të vinë. Pa më rak. Sigurisht komunikimi me ta ka shku mirë, gjithçka ka shku mirë pa... Edhe në fund i kemë për cilë dhe në rekull në gjithçka. Naj kafe, naj diçka jo. Gjithçka, kafe, qa kemë mujtë i këmë janë. Por e thash edhe një herë që ata përpos kompanisë që është dëmtu, jenë dëmtu dhe fermerët të cilët çka kanë marrë ditë kur kanë pas një punë të shumshtin, qysh furnizohet se nuk e di çu shkon kjo puna e furnizimit të fermerëve që sillin. Ne vetëm i them një apel e kam piktuit që le dalim me rezultate sa më shpejt. Le dalin tash. Ne kam thonë edhe ditë edhe sot i them. Gjithë natën punojmë, nuk i kemi problem. Vetëm publikojnë rezultatet e drejtën, asgjë tjetër më shumë. Nuk po kërkoj as me ndryshu rezultat. Që ato që janë. Ne kemi edhe 2 mosa referente në fabrikë, që janë mblombume direkt nga vetë inspektoriat. Kemi procesin verbalit dhe gjithat. Po çka nëse nuk dolën rezultatet mirë? Nëse s'dali rezultatet mirë, atë ne jemi përgjas, po jemi të bindëm 100% që janë mirë. Qysh kanë dalë këto, do dalin edhe ato. Qysh kanë ndiku kjo te kompania kështu sepse nga e premtja është folur shumë për qumshtin vita, madje u rikthye edhe reklama me vita unë rrita ajo. Qysh kanë ndiku kjo, po më intereson te kompania, te produktit Ka dasha mirë, ka njerëz që na dojnë, nuk ka që s'na dojnë. Se janë rrit, domethënë janë rrit me produktet të vitës. Është fabrika e parë për përpunimin të qumshtit në Tetra Pak. A kanë ndiku kështu në shitje në... Jo, po tash për momentin të regu drejtën është herë të dim, po mendoj që jo. Ne kem... Kjo është proces verbali i cili edhe ky ka qenë kundërshtim komplet me ato që kanë thonë në ditën e parë. Vete kanë shkru, po vetëm krejt diçka tjetër kanë qitë Çka thot ky proces verbal që është në kundërshtim me atë që... Këtu në proces verbal të regon që qysh janë linjat e ndara komplet, dhe më thonë si pas ne, edhe thot që nuk janë të pajisur me leje. Që unë thash që unë kam shku dhe ma herët, dhe më thonë nuk ka as formular për aplikim. Po qëtë për hirë, opinionit, shkova vetëm e bëna një kërkesë. Kjo është vetëm kërkesë, nuk ka diçka tjetër. Se do të mishyrët ata si me formularin dhe pjesë tjera. Çka mund t'ju thani shifuzve të shumt të televizionit të shtatë emisioni frontal, ndoshta edhe konsumuesve të shumt, nuk e di për këtë pjesën se ju e dini më mirë, a janë të sigurt në produktet që i konsumojnë? Unë mendoj që po. Komplet në Kosovë janë të sigurt, produktet vendore janë të sigurta. Vetë analiza po flas. Nuk po flas unë sot, po flasin analiza. Lirisht le ta përdorin se është e jana edhe dojmë me dash tanë. Duaj e tëndë nuk ka një slogan i lëvizjes vetëvendosje, madje pash një deklarate Albin Kurtit që është nxjerrë sigurisht është më herët kur flet për prodhuesit vendor që duhet me mbështet qeveritë e Kosovës, por shirë dhe qeverinë aktuale. Kjo që apo ndodh, a është mbështetje apo nuk mendoj që është mbështetje. Nuk është se derisa këtë mënyrë dhe këta kaq presion na bojnë nuk besoj që është mbështetje.
Por ju mund të sheni presion, dikush mund të shohë se një rregull që po vendoset gjithkohë edhe në për fabrika, në për ndërmarrje. Edhe ne jemi për rregull, nuk kemi kundër rregullave. Kam thënë dhe citoj, kur të dojnë le të vinë se rregull jemi. A vinë, a du të marrë ata më ju paralajmëru? Jo, asnjëherë mos na jo. Po qysh është të rregulluar se kam thënë nevojë me paralajmërim që ata vinë, marrin mostrat vet, dhe të dalin. As nuk na pyet vaj palmës. Vaj palmës është që në Kosovë përdoret diku mos gaboj vetëm import është diku 86 milion ose 90 milion në vit. Ka shumë produkte si supa, cielo, kremat, si kremat për zirje, ka shumë produkte që përmbajnë. E pse është problematik mu përdur? Nuk e di. Deri sa importohet 86 milion apo 90 milion, nuk besoj që është problematik. Pa të ndaluni ku, diçka pa të ndalu që këvoj e palmës? Ma herët. Jo, vetëm duhet me tjerë, si pas regulorave të Ministrisë Tërheqësisë Industrisë, duhet me qenë ndarë fizikisht në përrafta. Të cilën edhe është. Atëherë konsumatori vendohet dhe ki obligim që në etiketë atë se çka ka përmbajtje. Kjo është. Unë ju falenderoj nëse nuk keni diçka për më thonë. Faleminderit shumë, shpresoj që dalim sa më shpejt kësaj situatës dhe lus që t'i publikojnë sa më shpejt rezultatet të cilët janë marrë me datën 2/7. Edhe ne do të fillojmë punës se s'kemi kohë as na as fermierit hupim. Edhe ne do të publikojmë ato rezultate që ofshin të mira apo të këqija, do të publikojmë për të treguar po kërkojmë rezultate të mira apo të këqija, unë po kërkoj vetëm realitetin, asgjë tjetër më shumë. Falenderoj edhe një herë që ishe pjesë e emisionit frontal. Faleminderit shumë. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës, zhvillime këto që kanë nisur dhe janë ngjallur sidomos pas rezultatit të zgjedhjeve të fundit dhe pakënaqësitë që ka sjellur tek LDK-ja ky rezultat i zgjedhjeve, madje ka pasur kërkesa edhe për shkarkimin dhe dorëheqjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumer Abdigjiku. Nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe me tutje kanë vazhduar tendencat atyre që nuk e duan Lumer Abdigjikun për të qenë pjesë në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka nisur edhe në nënshkrimet për një kuvend të jashtëzakonshëm, për çka siç duket këto nënshkrime nuk kanë shkuar ende në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kriza brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës duket se po zgjerohet. Gjatë vikendit u përfoj nisja e nënshkrimit të peticionit për shkarkimin e kryetarit Lumer Abdigjiku. Siç është marrë vesh nga burimet, deri më tani 1/3 e delegatëve kanë konfirmuar kërkesën e tyre për shkarkimin e kryepartiakut. Plot 119 nënshkrime nga 355 delegatë. Por ajo që po konsiderohet se përqau DDK-n, Vjosa Osmani, nuk dha përgjigje këtë hanë. Kemi takuar me zotin Abdigjiku, kemi pas shumë takime tjera, kemi bisedu qysh me jetë në mora edhe më të qeshëm. Besoj që mundemi të bëjmë i LDK-s, po nuk është deponu asnjë nënshkrim. Heshtje për këtë temë po ati edhe nga deputeti i zgjedhur i kësaj partie, Pares Guri. Këtë rezultat, sipas analistit Afrim Kasolli, janë si pasojë pakënaqësive të hershme. Në fakt, këtu janë vesh manifestim tash më i hapur do thotë disa krizave të brendshme që kanë qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse është folur, është raportuar që ka pakënaqësi të brendshme në këtë subjekt politik, do thot për shkak të rezultateve të vazhdueshme jo të mira elektorale që ky subjekt politik i ka siguruar në këto betejat e fundit politike. Disa kryetar të degëve të LDK-s kanë dhënë dorëheqje pas pakënaqësive me Lumer Abdigjikun. Ndërkohë, Lëvizja Vetëvendosje tha se i ka siguruar votat për formimin e qeverisë së Kosovës pas zgjedhjeve të 7 qershorit dhe se do të kërkoj konsensus me partitë të tjera për zgjedhjen e presidentit, proces që dështoi muaj më parë dhe çoi vendin në zgjedhjet e parakohshme. Sa i përket qeverisë, ne kemi votat e nevojshme, prandaj menjëherë pas konstituimit të kuvendit pa humbur kohë, duhet të vazhdojmë me procedurën për votimin e qeverisë, ndërsa brenda afateve kushtetuese do të angazhohemi edhe për arritjen e konsensusit rreth zgjedhjes së presidentit apo presidentës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë i shefja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje Arberia Nagavci. Sipas kësaj të fundit, Vetëvendosje do të bëjë gjithçka që është e mundur dhe në mandatin e saj që të arrijë votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ri.
Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për një mbledhje të KXK-s që është mbajtur sot ku janë emëruar 2 anëtar të rinj, mirë po në këtë mbledhje i është bërë pra institucionet e drejtësisë, pra që janë në pallatin e drejtësisë, që për shkak të kushteve, për shkak të temperaturave të larta të rregullojnë punën e orarit. Këshilli gjyqësor u plotësua dhe me 2 anëtar. Pas gati 3 javësh në pritje, mëngjesin e së hënës u bë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve për anëtar të këshillit nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave themelore. Të përzgjedhurit i bëri të ditur Ahmet Imami nga KXK-ja. Gjyqtarët e ri të zgjedhur nga ky proces zgjedhor janë gjyqtari Agron Maxhumi dhe gjyqtarja Valentina Sopjan. Vota unanime, dhe vota certifikuar të rezultatit zgjedhor të zgjedhur anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por kjo nuk ishte tema e vetme e diskutimet. Vëmendje mori situata në pallatin e drejtësisë, ku anëtarët e KXK-s i cilësuan kushtet e punës si të papranueshme dhe me rrezik për shëndetin e gjyqtarëve dhe stafit. Kushtet në këtë kohë të verës edhe temperaturave të larta besoj që janë të papërballueshme për punë, e cila kemi vërtetuar edhe vetë na. Rrjedhimisht u miratua autorizimi për kryetarët e gjykatave që në varësi të gjendjes në objekt të ndërmarrin masa për organizimin e punës për shkak të temperaturave të larta në pallatin e drejtësisë. Me vota unanime autorizohen kryetarët e gjykatës supreme, kryetari i gjykatës apelit, gjykatës komerciale, gjykatës themelore në Prishtinë dhe gjykatës administrative që të vlerësojnë kushtet e punës, gjendjen e pranturave të larta në pallatin e drejtësisë dhe varësisht nga vlerësimi të vendosin produktimin e punës apo pëzullimin deri në përmirësimin e gjendjes. Vendimi ynë në fuqi me datë 6/2026. Pallati i drejtësisë vazhdimisht përballet me të lashë sa i përket rregullimit të temperaturës, qoftë gjatë dimrit e po ashtu edhe gjatë stinës së verës. Flasim tash për një gjykatë të Kosovës, mirë po që ndodhet në Hagë, për të ka folur edhe Jason Steinba, një ose thellë të gjitha proceseve që përfshin interesat amerikane në Ballkan, ku ka shkuar rreth formimit të gjykatës speciale. Steinbaum argumentoi se kjo gjykatë është produkt i presionit politik, kryesisht amerikan, dhe jo i një procesi të brendshëm i drejtësisë kosovare. Sipas ekspertit amerikan, ideja për formimin e gjykatës erdhi si kundërvlerë për bashkëpunim rreth marrëveshjes së madhe me Iranin. Nga këndvështrimi i presidentit Obama, sipas ekspertit amerikan, një gjykatë e Kosovës e përbërë nga gjyqtar ndërkombëtar dhe përkushtuar ishte një lëshim i lehtë. Pra, arsyeja sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan krijimin e dhomave të specializuara, sipas Steinba, ishte jo kryesisht për të çuar përpara drejtësinë apo llogaridhënien për trafikim me organe ose krime të tjera të pretenduara të UÇK-s, por për të shërbyer një objektivi tjetër, sigurimi i marrëveshjes bërthamore me Iranin. Shumë besoj që Rusia dhe ndoshta edhe disa interesa europiane i kërkuan Shteteve të Bashkuara të Amerikës, partnerit kryesor të Kosovës, të ushtronin presion mbi shtetin e ri për të krijuar një gjykatë që do të hetonte dhe ndiqte penalisht këto akuza, ka shkruar Jason Steinbaum. Dhe me këtë informacion po japim fund për sot emisionin frontal, duke falendëruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë.